Unë jam marrë pis vitës me startu këtë fermën e pulave dhe këtu janë 3 mizagj, lloj breler për mish. Një zog e kena shqip dikun 6 euro gjys. Presoj që muin tjetërve do t'i marrë 4.000-5 mizagj. Po investimi tash që i pari kur e kum bon këtë fermën këtu, dikon e 170.000 atëherë. Kurse tash që i kum bon modifikimet dhe që im të bon pjesën tjetër, janë investime dikon apet 150.000. Dështimi nuk e mendoj njetë kur asnjëherë. Po këta janë arsyeja pse unë shkoj shpesher edhe besom që merr mallin mi po. Është veni jonë edhe është interesant këtu me bona diçka. Thjesht me na u kthyri nia, me na u kall në çdo shtëpi dritat, me na u çel rroletat dhe me pa vendin ton bukur. Kjo është arsyeja. Secili mergjimtar, trupin e ka atje, shpirtin e ka këtu, po mundësia domethënë që thot një fjalë popullore. Ku ta zënje dera bishtin mos ki kam ja majt. Këtu më pëlqen momenti që e shikoj këtë dru ose këtë pjesën e autobanit, kur ndëgjoj zhurmë më kënaq shpirtin. Atje gjithçka është e rregulluar, është e bukur, është korrekt. Po sa është veni jem edhe kjo është arsyeja pse. Kur i shoh fëmijët e mi atje ku jetojnë me Shqiponje, me Kongën e Adem Jasharit, valla, po them sinqerisht që më kënaqet shpirti. Përshëndetje miq të dashur, jemi në qytetin e Prizrenit, saktësisht në Zhor. Kemi ardhur me vizitu Fehim Kurtaj, i cili është kthyer nga Zvicra për me hap fermën e tij, e cila është ferma Zura. Për më shumë detaje ndisni historinë e vazhdim. Përshëndetje zotri Fehim. Përshëndetje për ju, mirë se keni ardhur. Faleminderit që ke pranuar ftesën nga ona jonë dhe na ke ftuar në fermën tonë. Jeni të mirëseardhën. Apo na tregon pak për fillimet e biznesit juaj të fermës tonë. Fillimi i biznesit tem, domethënë konkretisht tash është muji i tretë. Këtu ku gjendemi, jemi atë zogjt e ri që i kena qel vetë me inkubator. Këta janë dikon 800 copë. Puna është e shku mirë, vullneti është i madh edhe që do të ecim te para. Ku të ka ardhur ideja me hap firmën? Po ideja unë si fëmijë kum pas domethënë kur kum jetu në Kosovë se me pin luftë domethënë kum shku në Zvicër unë, moshën dikon 14 vjet. Edhe para luftës, si çdo shqiptar, kena pas pulat e shtëpia dhe Maraku si suhej korra, dhe edhe merr si ide thash ta provoj me pula me që me lop është pak vështirë fuqia punëtor, kështu që me pula është e menaxhueshme edhe është interesant, është e mirë. Prej Zvicrës e kthy me hap fermë këtu. Qashtu, ma saktësisht. Unë jam marrë prej Zvicrës me startu domethënë këtë fermën e pulave dhe kështu që mu më duket punë interesante edhe është punë e lëvërditshme. Normal fillimi është i vështirë. Na jena muin e tretë tash po sfidat i kena para, po sfidat me kismezut do të i kalojmë, edhe do të ecim te para. A je friksu që s'ka me të ecë firma mirë ose nuk ka me pas sukses? Po edhe mundet me dështu. Jo, në momentin që ja bëjmë izmetin, edhe riskin e ka Zotin në dorë edhe do të mundona na mja bën punën siç i ka hi edhe nuk e mendoj ata. Dështimi nuk e mendoj në jetë kur asnjëherë. Sa u kon investimi që e ke bo deri tash? Po investimi tash që domethënë i pari kur e kum bën këtë fermën këtu, kjo u planifiku domethënë për tjetër sen edhe a investimin atë kohë që u bën 2011 nuk kon dikon 170.000 atëherë. Kurse tash që i kum bën modifikimet dhe që im të bën pjesën tjetër, janë investime dikon apet 150.000. Cilat janë problemet që i ke has mas shumë ti para se me fillu me hap firmën? Probleme mas shumë që i kum pas tu kon rryma, rruga që për na vështirëson shumë edhe përvoja, po tash përvojën shqyr Zotit e kena fitu, kena vullnet edhe do të ecim te para. Nuk ban me ekzistu, se vullneti u kon shumë i madh atje dhe jeta monoton mu bo atje, thash të filloj diçka me këto, se më fal shprehje robot. Në 5 mëngjes jashtë, tani në 6-7 mbrëmje te shtëpia mu kthy as kohë për familjas kur gjo, kështu që këtu më kënaqet shpirti, se bëj me kënaqësi në vendin tëm. A pja vlen që e ke hap? Po gjithsesi ja vlen vetëm pse jam unë prezant këtu. Nuk do më thonë që është derë me mjetet materiale më ja vlet, ajo është e mirë, është interesant. Edhe secili synon me bën një biznes diçka të mirë, po vullnetin e kam edhe shqyr Zot nuk jam i varën piktin e seneve, po vullnetin ka shni me ardh në Kosovën teme që e kam qëtu edhe do ta vazhdoj kështu. A të kanë ndihmu dikush, a kujdeset edhe dikush për to, sa pekit vështirë për punëtor? Këtu për momentin i kena 2 punëtor, jam edhe vetë, domethënë gjatë gjithë kohës që tu jam. Shumicën e kohës jam këtu,
Edhe nuk kena probleme, tash i boma do më thonë 3 muaj gati i kalum edhe nuk është problem. E kena nën kontroll. Sa ke pas vështirë me i gjetë punëtor të pas parasysh se tash rinia po fitojnë pak më marë me firma, me bujqi, blektori. Po si çdo biznes, çdo kono në më thonë, jo vetëm Kosovë, po çdo kono është problem, fuqia punëtore, po kur ta shohin ata që unë kam vullnetin edhe elhamdulillah kam punëtorët e mirë edhe. A ke pas rast ja ke propozuar diku një rrogë dhe të ka thënë jo më nuk vjen për çat pak, se është e vogël. Mu më ka ardhur kjo hop, domethënë një ditë isha të punu atje edhe merrna për ky edhe bona bajat në punë, domethënë atë punën ndërtimon e ku punoj. Edhe me thonë sinqerisht nuk kum fol shumë me punëtorë edhe rastisht vllau më tregoi për njërin që ka punu, është ky punëtori Ahmeti, e përshëndes, është njëri i mirë i sinqert. Edhe ma propozoi ata dhe s'kum kshy tjetër. Domethënë ky është ai që është me ne edhe mirë është, mjafton. Çfarë mendimi ke për Klarinin që s'po hapin biznesi, diçka po vish po tentojnë me dalë jashtë vendit? Çai kishe thonë ti tash vetë që je kthy këto prej Zvicrës? Po me thonë sinqerisht nashta në atë kohë para se me shkon në Zvicrë, edhe unë kur e kom pa ndaj moshatar temin, kom thonë wow, far tesha, far kerre, far telefona. I kuptoj, domethënë këtë kena fëmijë, po tash gjonat që kanë ardhur atje në Evropën për foli për veti, për familjarët e mi si që kena, nuk është më biznes ose nuk është më me të vërtet që ja vlen me shku me tu atje me punu, se jeta është shtrejt, domethënë banimi, sigurime shëndetësore, çdo sen. Jon pagat që shpëtojnë 4.000 euro, 3.000 euro. Po pagat i din si çdo shqiptar, tash mos bëjnë kritika për secilin, edhe pagat janë që janë për standard, po argjimet janë bajagusit mëdhaja, edhe kështu që me thonë, njeta është si në Kosovë, më me thonë, sa i përket pagas. Ti ceke që ti i bën i qel vetë me inkubator. Po. So çmimi një fule që ti e shet? Për momentin këtu ku i kena, i kam dikon 750-800 copë, këta du me majtë për veti, du t'i bëj dikon 4.000-5.000. Tani në të ardhmë, inshallah, nëse bon shumic që s'mus më nevojitën, ose që s'muj mi unet gati, tani do t'i shes, po çmimi në treg, unë me sa di, do më thonë ky zog dikon njëra 70, 2 e ka çmimin mesatarisht, domethënë një ditor 2. A mendon që është çmimi i arsyeshëm, a duhet me kon pak më i lartë? Unë besoj që është çmimi i arsyeshëm, se domethënë një vezna për inkupim e paguajmë dikon 60-70 cent, 50 në barë se ku e marrën. Po 2 euro ose një euro 70 nuk ka shumë për një zog, se është zog i bukur, është zog i mirë edhe ja vlen këto se është afat gjatë, nuk është si kjo nuk është si pulë që është 1 vjeçar apo 15 muaj ose 2 vjet maksimum. Këto mundesh me marrë 3-4 vjet më mërmenja mu. Edhe është racë dallume, është radh Island, në Mshir, Amrak, këtë qëta i kena. Do me thoni kjo racat ndryshme? Racat ndryshme i kam, po janë racat mira mu që mu kanë duk të arsyeshme mu marrë me këta për momentin. So copa i ki gjithsej? Gjithsej i kam do më thonë 3.000 brojler për mish, edhe kësi i kam dikon 750-800 copë. Tash veç se kena marrë edhe zash tjerë kena ble, edhe inkubatorin e kam domethënë gatshëm që i kom fut 900 vezë vikendin e kalum, edhe shpresoj që edhe ata do të dalin edhe do të lulëzojë veni këto. Do me thonë ti ki edhe zoj tjerë që ishat veç për mesh? Po, ata i kena për mesh, i kena pjesën e... Edhe i këqyrin? Po, pa problem, mundeni me pa. Këta janë mas shumë ti që ma kanë bo qefin kur i shoh për mashallah kështu. Ta më japin vetë besim edhe më duken shumë bukur. Do me thonë dhe vetë japin vetë besim? Shumë, po këta janë arsyeja pse unë shkoj shpeshherë vi edhe besom që merr mallin mi pa. Kishe mujt mos me jetu pa firë? Jo, kur s'ka mujt se unë qashtu si fëmijë kom desh domethënë natyrën, edhe gjithçka edhe kështu që për mua kjo që shten ata terapi dhe kënaqem, se mos më kon kjo tani unë me çka më marr në Kosovë, veç më marr me shëtit me bon nuk ve. A mendon me zgjeru? Kësmet po që jena të punu pjesën e nina, do të shofim. Tash jena të bon, do më thonë, firmën tjetër 250 m2. A mendon me hapë edhe na i firme tjetër, apo vetëm me... Jo, jam tash të mëndu, do më thonë, pjesën ku jena të bon firmën e re, aty me fillu ose me lop, ose me diçka tjetër, po vetëm me zot jo. Kështu që du të lodhëm pak edhe t'ja shoharin pak në shumë aspekte. Po. Do me thonë, investimi që e ke boja vlen? Investimin që e kom bo atër unë për Marakët dhe s'pe logariti ato dhe nuk du të foli për fort për investim, se nuk pëlqen me ndje madhësia kështu, për që investimin që e kom bo ja vlen për mu se unë e kam me qka mu marë, për këtë ja vlen.
Po. Edhe kështu që i sugjeroj gjithë, e janë investon, nuk do më thonë me pula, po ka shqyrësane të tjera. Ka venet mira që nuk e ki, do më thonë shtresin që e ki në Evropë. A mendon që nuk shfrytëzojnë vendet që i kanë për me hapë biznese firma? Po tash problemi numër 1 është e fuqia punëtore edhe njerëz po kanë probleme, do më thonë edhe unë personal kom pas shumë probleme sa i përket energjisë elektrike, tani kohën me generator të punu. Është punë e mundimshme, po Ka përkrah dhe komuna? Komuna nuk ka përkrah hiç, do më thonë isha javën e kaluar në komunë. Pse? Edhe e bona një kërkesë për me na rregullu rrugën, se po kena shumë vështirësi edhe është o bon rrugë e mundimshme. Edhe ja tregova unë atij plan e biznesi ku jemi, ku gjendemi dhe sa është investimi. E kështu që nëse s'më përkrajnë ata mu, qysh dënë me ardhë gërbeqartë e tjerë, nëse i kanë këta sfida, këta probleme. Kështu që i bëj apel qeverisë, kuvendit komunal. Cila ke përgjigja që ta dhanë komunë? Përgjigja që ma dhanë komunë, me të thonë sinqerisht drejtorin priti shumë mirë, nuk më kujtohet më emni. Edhe më tha, unë tha personal do ta marr parasysh tonë, po tha me qenë se kena buxhet shumë kufizum të vogël, tha e kam parasysh edhe besoj që tha kena me të ndihmu diçka, po nuk do t'i lëmë ra, do të shkojmë apet. Do me thonë nuk i më dërzu derisa të arrish qëllime edhe. Nuk është për më dërzu shemë mu tash se në vinë, unë ja bëj dyqysh që me ardhë këtë rrugë me kalu, po për njerëz të tjerë edhe me kriju pak agrokulturë, biznese kështu sen. Ja vlenë mos me na upnive atë vullnet që kemë, se unë personale kom vullneti shumë madhë, po mishtin edhe tjerë tash me ardhë, se është veni jonë edhe është interesant këtu me bona diçka. Me mjëllon edhe fëmijëve tonë edhe thjesht me na u kthyri nia, me na u kallë në çdo shtëpi dritat, me na u çelë rroletat dhe me pa vendin tonë bukur. Kjo është arsyeja. Fëmijëve tuaj kishe thonë me u kthy këtu edhe me punu për vendin tonë? Valla me gjithë qefi kisha thonë fëmijëve të mi, po inshallah më gajnë, po nuk e dim na se çysh ja jep Zoti se na ta në kry, po besoj që edhe ata kur ta shohin me një kohë që jeta vetëm si thash parës, vetëm si robot, shkon në shkollë, në adoleshencë, krye shkollën në zanat, bën zanatin, krye punë, është bëjeta monoton, o bëjeta si robot. E kjo është arsye që shumicës prej shokëve që i njofun dashamirë e plot kam, edhe më përgëzojnë, edhe i përgëzoj, njerëzve ju ka bon bajata i vend. Se nuk është vendi jonë edhe këtu ja vlen me punu, me gjallnu edhe inshallah bon të këtu mirë. Do me thonë ti me dëshirë edhe fëmijët e tu i kishë? Me gjithë qef valla po. Thomë sinqerisht, unë i kisha pas qef fëmijët e mi, këtu më konë nga të meje, edhe thjesht një, kur t'i shoh që thash dritat dhezët, edhe rëletat qelë, edhe zhurë me darsën, me gjithë shka, që atër më kënaqë shpirti. Se sa është interesant vetëm unë, po unë du t'a shoh si cilin, katunar që e kam qytetar, shok, ose dasha mirë, kam qef me pa mirë. Kjo është... A po shkojnë pak edhe Po. Po, tash mundemi me dalë të firma tjetër ku jena të rritë domethënë 3000 zogjë të mishit, edhe shikojmë pjesën se ku jena të bëjmë investimin, e kështu që i lusë edhe njerë komunartë, i bëj thirrje kuvend komunal, që të bëjnë diçka, jo vetëm për mua edhe njerë e thamë sinqerisht, po ta bëjnë për gjithë edhe mos na upin vullnetin që mos kena probleme, se bollë po kena pas probleme, si na dërzu, tash i kena matlet, po inshallah dhe ata shohin edhe besoj që kam u bë diçka. E pëse që i ki edhe këtu një pjesë shumë të modha, për nga të regon sot copa? Tu janë 3000 zogjë, domethënë këta në lloj breler për mish, edhe këta synojmë me kismet Zotit me ditën e 45-50 vetëm mishit. Tash veç pse kena porosit tjera, edhe shpresoj që do të hecin, do të marrim tjerë edhe të vazhdojmë. Një zog. Një zog, domethënë para kësaj që e patëm rundën e parë, e kena shit dikun 6 euro gjys. Domethënë mish ka pas 2.1 dhe 2.3-4. A është fitimi i mirë me u marrë me qitë pjesë? So mundesh me fitu ti mrena vitit për qëtësirë? Po tash unë qëta jem zogjë të dytë, tash fitimin inshallah me kismet dhe ta shohim vitin tjetër. Se Po i mrena mujt se këta minimalisht a i den 50 ditë për mu rrit. Kështu që unë e shoh kështu viti parë, është pak me sfida me probleme, po me kismet Zotit vitin e dytë besoj që është profitabile dhe ja vlen mu marë, se nuk ka që janë shumë problematik mu rujta mu këshyr, edhe kështu që tash nuk kena probleme, ja kena mësu sistemi që funksionan edhe mu rrit
Domthon pjesën ku jem të bon fermën tjetër, aty po aty në atë pjesën mas, aty se shpresoj që muajin tjetërve do t'i marr 4.000-5.000 zogj. Mishit. Po. E ki ti që në fillim ti me pos humbje? Në humbje unë si fillestar kum pas minimalisht, domethënë për 5.200 zogjve kum pas dikon 200 që mu kanë dëmtu. Tu kanë dëmtu? Po janë dëmtu se s'ja kena ditë sistemin se që shkajnë temperatura lakshtia, po tash i kena mësu, tash jena bon që ishte në ata ku ta kini diçka mara, ke mësën edhe nuk është problem. Edhe pse ke humbë ti nuk e do? Jo, nuk është tregova dhe parës, nuk është gjithë shka fitimi, gjithë shka është kënaësia shpirtit edhe marakit që e kam edhe investimi për ushimin e tyne, për produkte cilat mos me ras mujat ndryshme të shpendve, sa është? Po do më thonë, sa i përket ushqimin e kena cilësor, është një ndër më të mirat që është në treg, është prej Kroacisë, është Vitalka, që në sjell firma Bleta. Sa i përket vakcinat i kena të mira, i kena standard, dhe kështu që ky lloj zogu i nevojitën domethënë 3 vakcina. Edhe këta i kanë marrë veç se vakcinat e dyta, e tash do të japë me kismet zotit tjetrën, tretën, edhe do të bëhen, besoj që do të bëhen ka fundi muajit gatshëm ta për konsum. A mendon se nxjerr një pagë Zvicrës me këtë punë? Vështirë, unë me imagjinu ato, tash po foli si fillestar, nuk du që të egzagjeraj aden, që të thëmë diçka, po një pagë e mirë me pas, jo vetëm pula, po me pas e diçka tjetër, besoj që një pagë e mirë del. A mendon me qelë dhe diçka tjetër përveç pulave? Po, gjithë shka të mbjere në për momenti që gjoj ko, kom qef gjithë shka lope, dele dhi, gjithë shka që të vjen, që të mirë me shumë sene, që të lodhëm në akshëm edhe që këtë bitë në gjumë nese do të filloj apet. Se që shkon mesazhet për krejt rinin, për krejt mërgjimtarët me ardhe dhe me ha biznesin e vetë këto? Unë të tregova parë se cili mërgjimtar trupin e ka atje edhe shpirtin e ka këto, po mundësia do me thonë që shtot një fjallë popullore, ku ta zënje dera bishtin mos ki kam ja majt, edhe unë e besoj që se cili knaqët në vendin e vetë, ku të vjeni vetëm pushim 2 javë, 3, se më ka ndodhë dhe mua dhe apet më ndodhë, kështu që i bëj apel edhe i losë që të bëjnë diçka, nashta është kjo arsyeja pse ata kanë me mujtë ndoshta mos tash, bile ku t'i bëjnë vjetët pensionat ose diçka, se këtu me të vërtet kom ju knaqë shpirti se cilit, se jena në vend tonin edhe do t'ja bëjmë izmetin. E çfarë mendimi ki për rinin që s'po kanë qef me jetu në katune, nuk po kanë qef me marrë me... Po, ata që s'po kanë qef me jetu në katune, në thëmë një fjallë, ndoshta i kuptoj, paka shumë rinin, po momentit që pishujmë qytet, ata pi hanë, për shemë si fmit e mi, po hanë hamburgera, po ndëmëdhon çdo sen është produkt i qumshtit, i lopës, mishit, gjithë shka, edhe kështu që me pasi cili në shpit vetë një pullë ose një lopa, ose një diçka, ndoshta kishme qenë ma mirë, se ma mirë shemë dhe rysh qëto, edhe është cilësor, është ushqimi gjithë shka, se e blejsh dikon për Brazilit, ose nuk e dim naj kur u ngrija, ose kur u transportu, edhe kështu që du të kemi kujdes në shëndetin se çka konsumojmë. Apo na tregon pak edhe për pjesën ku kime ndërtu fermën tjetër? Fermën tjetër, që është kjo do me thonë, kjo është, unë e kum pas këtë pjesën këtu ku është me tulla, këtu kanë qenë mjetë bujqësore, kështu që merë në për ide, se unë e kom marak çdoherë me qilë në i punë 3, edhe mu duk mu pak e vogël, e kështu që tash kur e rrita edhe 5 metre do ta mbuloj me qati. Edhe kjo ma kna shpirtin kur e shof edhe të lullzoj e vehnit, të hecit e pare, mos t'jesin vetëm qëta gjonat, edhe kështu që shpresoj me kismet zot, kjo më kryj mrena 10 dite këto. Përveç firme, sa mendon me hapë edhe në restorant ose diçka tjetër? Po në tarëmë do ta këshyrim se si është puna, si do të zhvillohen senet, edhe besoj që diçka kena në plan, edhe nuk do të rrim vetëm me këto, po të vazhdoj me pjesën atje. Synim e kam do me thonë diçka me bon, në restorant tradicional diçka të vogël, po ose në bujti në vikendit, kështu që kur të vjene konsumatori han atje, po shën këto, vjen fëmija knaqët,
do ta bëjmë me këndin e lojnave me kismet, edhe kështu që inshallah se cili bën kështu diçka, po dhune personal kisha shkuar me fëmijët e mi, nëse ka diçka natyrale, diçka të mirë, edhe shëndetshme, dhune kisha shku me ongër. Sa përsa ta kisha shku me jetu në Zvicër rregullisht? Po thëmë sinqerisht, valla bila, mu ka gërdit aq shumë këtu më pëlqen momenti që e shikoj këtë dru, ose këtë pjesën autobonit, kur e ndëgjoj zhurmën, ma kënaq shpirtin. Atje gjithçka është e rregulluar, është e bukur, është korrekt, po sa është veni jem edhe kjo është arsyeja pse. A pishman që si këti ma herët? Po, çdo herë unë i kom ra pishman, ajo u kon qysh në 99-ën, kur kena shku, do me thonë, kur kena hik prej luftës, atëherë kum pas qysh tëm ata zemrën e plagosin pse kum ik, edhe kum cek edhe në intervista tjera, jem kone shumë i dëshpëruar pse kum shku, po fati, kum qillu që atje edhe, kështu që këtu jam tu knaq. Sa vjetë ke jetu atje? Atje kum jetu e 27 vjetë, akoma jetaj, po tash që ta punët që tu më kanë... Po shumicën e kohës tash po e kalon në Kosovë, që sa je këthy në Kosovë? Po me thonë unë jam këthy në Kosovë, iq ma pak se promë, para 10 ditë isha. Që sa vjetë ke fillu me ferme? Me fermën ku fillu 2011, kur e kum bon 2010-2011, kum pas vetëm fermën për qëtë madhën, ku be shifni. Tani këtë tjetërën poshtë që kum bon për zëgjt, për fazën e parë me rrit, me këta kum fillu para 3 muj. Po tash s'po më rrit vetëm me qëtan, tash du zgjerom, është kjo këtu që kam bon 250 m2, edhe ku të kryet kismet zotit kjo, tani do ta bëjmë një fest mirë këtu, të marrim e sen e tjera, po ma saksisht do ta mendoj edhe njerë se çka du me bon. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve për kohën që keni ardhur, jeni të mirë se ardhën. Naturojmë suksese. Shumë faleminderit. Inshallah suksese ka çdo shqiptar, secili që mundohet me ardh këtu. Edhe nëse bëjmë kena mjalon fëmijëve tonë, kena që të mburën ata me vendin tonë, që më mos jemi argati i këtë jetës, i çdo kujt tjetër, po të jeni argati tokës tonë, se e dim na se sa njeri ka dhënë gjak për këto, kështu që shej respekti për dëshmorët, për gjithçka. Apo vlerësohet gjaku që e kanë dhënë për lirinë tonë? Unë mendoj që po. Thëmë sinqerisht, kur i shoh fëmijët e mi atje, ku jetojnë me Shqiponje, me Kongën e Adem Jasharit, valla, po thëmë sinqerisht më kënaqet shpirti. Edhe e shoh secilin trio, se çdo dyti më thonë që kur ndodh ndaj sen, ka në diçka që e ka simbol kombëtar. Edhe secili e vlerëson ato se e kanë mësuar pipi neve, edhe kështu që inshallah aman edhe ata kthehen, po mendoj që ata nuk do ta harrojnë vendin e vet. Qashtu që kena pas do më thonë në situatën para 20-30 vjetë, tash nuk kena mo shqyrëzot, tash janë senet ma mirë, e kena shtetin tonë, edhe kështu që ja uroj gjithve me 17 orë, kur është dita e pavarësisë. 17 shkurt më falë, edhe kështu që dvim me ta festojmë, që kem të Adem Jasharit, të dëshmorët, të i falenderojmë, inshallah. Për 17 shkurt është edhe protesta e veteranëve që janë hogë, ushtrisë ligjore të Kosovës, sa kime dalë me protestu? Po i valla me thonë sinqerisht, ka partijat fortë jam distancu, edhe ku pas angazhime, po... Kjo s'ka të bëjnë me partin, kjo është për ushtrim. Që ashtu, këta unë e kam shej respekt, dhe me thonë ata burra se, thamë, nuk jam shumë partijak, jam konë, po ta shumë të rikë, është ajo shej respekti që secili shqiptar duhet shkuje, dhe me thonë pa drejtësinë se që janë t'ja bon atin e çlirimtarëve, që kena luftu për vendin tonë, edhe se njeri ma shumë se me mbrojt vendin e vetë, i pare do t'jem atje në Prishtinë, edhe i bëj apel gjithve që t'vinë aty, e inshallah lirohen ata, kthehen te familjet e veta, edhe që t'kena respekt na për ata burra çdo herë. Çfarë mendimi ki që dashën, po tentojnë me i dënu ka 45 vjetë burë? Me të thonë sinqerisht, me të vërtet nuk kum kshyrë portale i ka rrafsh 1 vjetë, kur ka ra që e qeveria, po kur e pash rastisht para 1 javë dikun, më kam lefos shumë, edhe e dijun e shumë mirë, e majnë me në luftën ku qysh u konë edhe ku qysh kena ikë edhe qysh kena dalë. është dëshmor, është lirit dashës, është zdi që fjallë matë mirë që kam i thonë, sa i shemën në atë kohë kur ka dalë si një iri 20 vjetë, edhe i ka dalë me mbrojt familjen e vetë, vatanin, mu, se cilin, e kështu që duhet kemi respekt maksimum për ta, e shoh që popullata ka respekt, edhe iq ma pak se gjumon edhe hoxha pat në hytbe, edhe kështu që duhet i përkrajmë çlirimtarët.
Se na vjen i natit gjithve me dënu një çlirimtar kur duhet dënohet kriminali. Edhe i bëj apel gjithve, hajdeni në Prishtinë, protestojmë në mënyrë paqësore, edhe inshallah ta lirohen edhe nuk na përsërit më historia inshallah kur. Faleminderit shumë. Po, faleminderit edhe juve. Ju përshëndes. Faleminderit shumë. Inshallah ditën e mirë. Faleminderit.